Mishi, takime me qytetarët në Babru, programi ynë mirëpritet kudo. Qa mrekulli, mrekulli. Shiko, në fakt, në këta babronjësit kanë pasur vrejtje për programin e kaluar. Jo, kolege, më vjen shumë keq, kanë qenë aliasit ata. Babronjësit thjesht kanë dashur që të rishikojnë këto tarifat me Amerikën. Po nuk është programi i Kinës ky? Se ata kërkojnë që t'i jenë tarifat. Marrëvesh, po ti mendojnë që Kina ka programet mirë se Ilir Meta? Tash një sekond tash. Ky del me programin e Ilir Metës apo të Sali Berishës? Se këtë s'di unë. Të se di asun, të më mpive mo ati. Po nëse që rëndësi ka kjo, kolege, që rëndësi ka kjo, e rëndësishme është që babronja si të kanë zbërthyër këtë program. Shqyr. Ashtu dhe janë në regull, nuk kanë pretendime, dhe me qënë se babronja si të janë dakord tani, le të kalojmë në një si tjetër banimi. Ose e thënë më sakt në banesën e fundit. Ose më sakt në Sharr. Ose më sakt fare në landfillin e Sharrës. Pra të nderuar bashkëadhetar që jeni duke zbërthyer dhe mirëpritur këto programet politike, më lejonit ju them që po hapet një parcel e re në shkelje të ligjit dhe të gjitha normave inxhinierike në parcel Varresh. Ndjekim insertin. Do të shkojmë të shikojmë pak nga afër parcelën e re të Varrezave që shikoni pas shpinës time që ndodhet pranë landfillit. Rruga që duhet të ndjekim për të vajtur në parcelën e re të Varrezave është kjo rruga që shihni pas meje, me baltë dhe me ujëra të shumta gjatë periudhës kur bie shi. Ndodhemi në një nga parcelat e Varrezave të Sharrës. Kjo parcel është në kodër dhe si shikoni nuk ka as ambient rrethues. Përpos kanalit kullues i cili mungon, po ashtu dhe zonës rrethuese të kësaj parcele të Varrezave, shohim që kemi në krahun tim të djathtë landfillin. Shohim që në këtë parcel të re ka rënë dheu masiv dhe dita ditës kjo mund të shkojë deri afër varreve. Moj, se s'kam vdekur ndonjëherë. Qa të keqa kanë Varrezat kështu mirë, si është puna, se s'po kuptoj. O vdekt motra për ty e ti u bëfsh 100 vjeqe. Që mos të vine të zbulojnë qend pasi ke vdekur, duhet qik thellësi të ketë. Që të mos vine të dhësin qend pasi ke vdekur, duhet një rrethim. Që të mos ndoten ujrat nën toksore, duhen ca kanalizime. Edhe po të them edhe një gjë tjetër unë, që nuk e di e kuptojnë shqiptarët apo jo, po duhet edhe dinjitet. Ja, kaq duhet. Deli, i di qeveria këto? Si di qeveria, i di qeveria që të shke me te, madje qeveria ka bërë edhe VKM. Qa thua, moj? Po. Ka VKM për Varrezat, moj? Po prit se do befasohesh. Jo vetëm kaq, po, do të dali llapa 7 metra poshtë nën dhe, se ka edhe ligj për shërbimin publik të Varrezave. Një sekond, që ti po më thua që drejtoria e shërbimit funeral ka shkelur ligjin? Unë po të them, Francesca, shiko ligjin. Shërbimi i varrimit në vendin tonë kryhet mbi bazën e ligjit për shërbimin publik të varrimit.
Në entiteti i tij, projektimi i varrezave përcakton çdo projekt për zgjerimin e varrezave ekzistuese dhe ndërtimin e varrezave të reja bëhet në bazën e një studimi të plotë të zonës, të miratuar nga Këshilli Bashkiak ose komunal, veçanërisht për sa i përket vendodhjes, shtrirjes së tokës e natyrës fiziko-kimike të saj, thellësisë dhe drejtimit të shtresës hidrike. Dërsa rregullat teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave përcaktohen me rregullore të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Në vendim për miratimin e rregullores teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin e Republikës së Shqipërisë të vitit 2014 përcaktohet hapësira e varrezave duhet të jetë e rrethuar me mur kufizues ose rrethim tjetër të përshtatshëm, lartësia e të cilit nuk duhet të jetë më e vogël se 2.5 metra. Struktura e rrethimit mund të jetë pjesërisht opake, pjesërisht transparente, duke përdorur kangjella metalike me ose pa gjelbërim. Siç hendoqëm edhe vetë nga afër, mur kufizues aty nuk kishte. Po ashtu nuk kishte as kangjella dhe as gjelbërim. Rrugët ishin copa. Gjithashtu është ndaluar hyrja në territorin e varrezave jashtë orarit të ndërhyrjes. Përjashtuar rastet me autorizim të veçantë, ndalohet gjithashtu hyrja e kafshëve. Siç e pam edhe vetë nga afër, varrezat nuk ishin mur kufizues dhe ishin në qiell të hapur, pra aty mund të futet çdo njeri në orare të pacaktuara, po ashtu mund të hyjnë edhe kafshët. Fusha e varrezave rekomandohet të ketë formë të rregullt në mënyrë që të bëhet shfrytëzim sa më efektiv i territorit. Ajo duhet të jetë ndarë në parcela të sistemuara e të gjelbëruara, rrugë të brendshme që komunikojnë me një rrugë kryesore, e cila siguron lidhje me qendrën e banimit. Rekomandohet që parcelat të kenë një sipërfaqe nga 500 deri në 1000 metra katror, ku brenda kësaj sipërfaqe përfshihen edhe rrugicat e këmbësorëve, hapësirat ndërmjet varreve si dhe gjelbërimi. Pra siç ndoqëm edhe nga afër, aty nuk ishte as infrastrukturë dhe as gjelbërim. Gjithashtu, vendi i parashikuar në ndërtimin e varrezave duhet të jetë në drejtim të kundërt të drejtimit kryesor të erave. Toka të mos ketë aftësi të lartë ujëmbajtëse dhe nivel maksimal i ujrave nëntoksore duhet të jetë në thellësi 2.5 metra katror nën tokë. Në rastet të kundërta duhet të sigurohet drenazhimi i tokës. Të mos jetë në afërsi të burimeve të ujit të pishëm, ujit industrial ose lumeve. Në rastet të tilla, pasi të bëhet studimi nga specialistët e hidrogjeologjisë për formacionet karstike, të merret aprovim me shkrim. Toka e varrezave duhet të jetë e pajisur në mënyrë të mjaftueshme me kanale sipërfaqësore për heqjen e shpejtë të ujrave të shiut dhe aty ku është nevojshme për drenazhim. Kanale kulluese për eliminimin e ujrave të shiut aty nuk kishte. Dhe të mos jetë tokë pjellore. Pra për të ndërtuar një varrez apo për ta zgjeruar atë, ka ligje dhe akte të rregulla dhe shumë të qarta. Se që kam një përshtypje që kjo drejtoresha e shërbimeve funerale, kam përshtypjen që ka fobi nga varret dhe nuk ka vajtur fare që të shikoj. S'ka nevoj fare që të shkoj, kjo t'i shikoj, moj. Nuk ka nevoj fare. Së pari këto pamje ne i kemi transmetuar pak kohë më përpara. Ja, i transmetuam edhe sot, dhe tjetra që është më e rëndësishme, drejtoresha, po ka ligjin përpara. Po mirë pastaj, po që kështu deli ndoshta në ata kohë, ne që të shkojmë te drejtoresha dhe ta pyesim. Më duket se i ka fobi pyetje. Pse? Po, se i kemi quar Klismanin pak më përpara, se kishim një temë këtu në Petrel. Deshe hëngri Klismanin, edhe menduam kësaj herë ti çojmë gazetarin tjetër Ersidin, që është pak më i butë, më i brish, po deshi vuri flakën edhe këti. Çfarë flet? Po, me kur s'pyeti për Klismanin që i ka barromin atu është palestruar, jo ma për Ersidin. O Monda! Ku ti thua Monda ti me? Po, drejtoreshës pra të shërbimet funeral, Raimondës, po pra. O Monda, nuk është se po të pyet njëri që hangre dje për drek ose ku do i kalosh pushimet. Pyetja është shumë e thjeshtë. A e di ti që po shkelet ligji për të cilin ti paguesh që ta zbatosh? Për këtë erdhën dhe gazetarët. Është e zënë? Po, se qoftë të zënë, shumë. Sa për më tha që është e zënë? Po mirë, një komunikim kishim, presin dhe këtu. Keni për një pyetje, thot të bëni me shkrim? Po pse ajo ndodhet këtu?
Me thotë që është zënë. Një komunikim kishim. Të lutem me shkrim. Po pse me shkrim? Ju jeni këtu. Po jam këtu, unë punoj me staf. Pa tjetër që do ju përgjigje Jo, me shkrim. për një parcel Varrezash në Sharr kishim. Do ju përgjigje me shkrim, mund ta bëni me shkrim. Po ju jeni këtu, ju kam përballë pse? Po ne jem këtu. Çfarë rëndësie ka që jam këtu? Gjërat edhe ne siç keni rregullat tuaja ju dhe ne kemi rregullat tona. Po çfarë rregulle keni? Ne kemi një pyetje, kush merr me mirëmbajtjen e Varrezën në parcelën e re që është hapur te Sharra? Mirëmbajtja është funksioni jon. Funksioni juaj. Kaq. Po. E keni parë si është e gjendja atje? Të lutem bëni me shkrim, do t'ju përgjigjem me shkrim. A keni parë atje Varrezën? Ju lutem Pse nuk ka një mur rrethuese? Çfarë vendimi është marrë që është bërë plan? Të lutem me shkrim. Të lutem me shkrim, do t'ju përgjigjem me shkrim. Shumë njerëzor për ju pyes. Po dhe shumë njerëzore, po ja u thej. Tashti unë jam me zën me një punë. Shiko, nuk mund të futesh kështu, pa bërë një kërkesë, bëni një kërkesë me shkrim me të gjitha dhe parashtrojeni gjërat. Unë do t'ju përgjigjem me shkrim. Ju lutem, do t'ju përgjigjem me shkrim. Çfarë vendimi është marrë që Varreza, ai parcel Varreza është hapur pranë Lavfillit? Ju lutem, do t'ju përgjigjem me shkrim. Ju lutem, do t'ju përgjigjem me shkrim. Pse nuk ka një mur rrethues atje? Ju lutem, do t'ju përgjigjem me shkrim. Rrugët janë me baltë. A keni pak analizime? Ju lutem, do t'ju përgjigjem me shkrim. Po pse me shkrim? Po me shkrim do t'ju përgjigjem, bëjni me shkrim, t'ju përgjigjem me shkrim. Ju kam përballë. Unë do t'ju përgjigjem me shkrim. Kaq. Bëjni kërkesën me shkrim dhe unë t'ju përgjigjem me shkrim. Siç keni ju rregullat tuaja, edhe ne në institucion kemi me shkrim? Po pse do më detyrosh që të të përgjigjem me gojë? Nuk kam Bëj çaj kërkon. ta marr me shkrim. Bëje me shkrim dhe do të përgjigjem me shkrim. Brenda rregullit. Unë nuk them që nuk ju përgjigjem. Kur është hapur parcela? Forma të lutem me shkrim. Bëj me shkrim dhe do të përgjigjem korrekt. Ju jeni këtu. Do t'ju përgjigjem shumë korrekt me shkrim. Kaq, dhe s'mund të futesh kështu pa ju dhënë unë akses që të futeni në zyrat e shtetit. Jam në punë. Kërkove leje hyra. Kujt i kërkove leje? Nuk të dha leje. Nuk të dha sepse unë jam me zën. Unë kam shkresat gjërat për të mbyllur sot. Ankojnë qytetar për ditën. Të lutem. Është një ankesë që bëhet për ditën, nuk pret një. Nuk e vonojmë shkresën, ja u sillim brenda fateve ligjore çdo gjë. Të lutem. Ai proces mirëmbajtje, vetëm të pyetje. Të lutem do të përgjigjem me shkrim. Patjetër që jam në proces mirëmbajtje. Të lutem. Vetëm sa është hapur po them. Ti e koncepton ashtu dhe unë e konceptoj ndryshe. Si koncepton ndryshe? Patjetër do të përgjigjem me shkrim. Do të përgjigjem me shkrim. Kjo është një presion i hapur që ti më bën mua në orarin e punës. Po presion patjetër. Ke të drejtë me shkrim pra po të them. S'mund të futesh ti në zyrën time forcërisht. Nuk të kam dhënë leje të futesh. Po, forcërisht. Përderisa unë e them, sepse përderisa unë nuk të jap aksesin dhe kohën në dispozicion. E ke të drejtën e aksesit për ma dhënë? Nuk e kam, në këtë moment jo. Në këtë moment jo jam e zënë. Si kur doj shteti, e? Jo kur të doj shteti. Jo, absolutisht. A jeni proces mirëmbajtje? Jo, hajde bjeri derës me direkt. A është normale të një parcel pranë Lavfillit? Vetëm një pyetje. Kur më ke kërkuar me shkrim? Jo në sekond. Në sekond tashti. Po s'bëjmë punët ashtu më zotri. Po patjetër më me shkrim. Po më pengon punën. Patjetër me shkrim. Po patjetër. Po atje keni parë çfarë punë është bërë? Po patjetër që e shikoj. Të gjitha punët që duhet bëjmë. Të lutem. Me kanalizime që mungojnë, me mur rrethues që po bie dhe dheu. Të lutem mbi varr, e keni parë atje? Të lutem, më lejoni të vazhdoj punën. Të lutem. Faleminderit. Si tha Munda? Me shkrim? Po mbase ka fobi nga fjalët e folura, deli se e theti pak më parë. Po mund të ketë alergji dhe nga letra, moj, dhe nuk na e zë me dorë, moj. Po mirë më pastaj telefonin në dorë kishte ajo e pashun. T'ja qoj me e-mailet, na kthej atje. E po mund të ketë alergji e-maili nga viruset? Qa fletë me? Po mirë më ti pse e paraqykon, ne ta kishim qujer pastaj. Po ja kemi jo një herë, po ja kemi quar disa herë. Po mirë më t'ja qoj prap edhe një herë tjetër, se s'na gjenë që. Moj, po ja kemi qu disa herë, po të them dhe drejtoresha, as një herë nuk ka kthyer përgjigje, kur ne i kemi kërkuar të na kthej përgjigje, dhe nuk janë 2 herë, zemra ime, po janë 4 herë. Mirë,
O Monda, digjo. Që Monda ti? Po jo, i them drejtoreshës pra. E po nga lambe kuqe. Nga lambe kuqe. O Monda, Monda, ashtë dhe. Digjo tani, tek e-mailet është një rubrik që thot spam. Shiko njerë se mos gabimisht të kanë ardhur aty e-mailet tona se 4 kërkesa dhe pa përgjigje, sikur si... Fobike. Pas këmbgulljes së drejtoreshës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale në Tiranë për të dërguar të gjitha pyetjet që ne kishim me shkrim dhe jo përballë siç e kishim atë ditë, ne I kemi dërguar këto pyetje. Me çfarë vendimi është hapur parcela e re pranë landfillit në Varrezat e Sharrës? A ka një vendim për shpronësimin e tokës dhe hapjen e saj? Nëse po, na I vijnë në dispozicion këtë vendim. Ligji dhe vendimet e Këshillit të Ministrave kanë përcaktuar qartë kriteret që duhet të plotësojë një varrezë ose parcelë, që nga rrëfimi, infrastruktura rrugore, kanalet, kulluese e tjerë. Pse këto element mungojnë në atë parcelë? A nuk është detyrim moral ruajtja e identitetit të vdekurve? Pse janë vendosur pranë landfillit të mbeturinave, çka shkakton shqetësim te të afërmit e tyre? Këto janë pyetjet që ne kemi dërguar në datën 4/4/2025 dhe deri më sot nuk kemi marrë as edhe një përgjigje. E po tashi, unë nuk mendoj të ketë fobi edhe nga televizioni drejtoresha Raimonda. Qash bëva ki? Qash bë elbeteze që nga fobi në të gjitha gjërat, po unë besoj që ndonjë nga këta të bashkisë, ose ndonjë nga varësit e kësaj, ka parë emisionin tonë dhe I ka thënë, o shefe ato të gjadave, po meren me ne, me parcelen e re që kemi hapur neve, që është në shkelje të ligjit, që është me VKM, me vendim Këshillit Ministrave. Moj ti tashi se tani po më shkon mendja mua. KQZ ndalon këto shërbimet publike 4 muaj para fushatës. Po. Po mos ndoshta këto nuk duan që ti merret për fushatme, prandaj kanë lënë kështu pa mbyllur këto muret e kanalizimet e këto gjërat. Me pak fjalë, Francesca, e thënë të vdekmit I kanë lënë pending. Po jo, zemër, jo. Jo shpirt se me gropat merren këto agjensitë private, më kupton, ndërsa administrata ka rrezik që mbas 12 majit vazhdon edhe merret me këto mbylljen e murit e kanalizimeve këtyre gjërave që I takon. Më lal, që na bërë, për na fike fare me zemre. Po ti ishe ti, e di si do I kishe bërë ato varreza ti, po do I kishe bërë me drita, me panele diellore, me korsi biciklete, do I kishe bërë me pishin, po që pishin mo do I kishe bërë me jacuzzi, me drita, me ujtë të ngrot, me flucka, me shku. Lëri ato, motra ime, po unë them që duhet ta theksojmë edhe një herë ta nënvizojmë kështu me të madhe, që edhe pas këmbguljes tonë, që mungon në radhë të parë digniteti dhe në radhë të dytë kriteret ligjore se si duhet të trajtohet një I vdekur, situata vazhdon të jetë po e njëjta. Pas gati 2 javësh nga denoncimin e emisionit gjadat lidhur me parcelen e re të Varrezave në Sharr. Është kjo parcele që shikojmë pas shtëpisë tonë. Tani do të shkojmë të bëjmë një verifikim se çfarë ka ndryshuar pas apelit që ne kemi ngritur tek Agjencia e Shërbimeve Funerale dhe tek Bashkia e Tiranës. Shohim që kjo rrugë është po në gjendjen që ne e kemi gjetur herën e fundit. Le të ngjitemi edhe më nga afër, le të shkojmë drejt Varrezave. Që në hyrje të kësaj parcele, vlen të përmendet që këtu vjen një erë shumë e rëndë për shkak të landfillit. Si që shikoni, këto mbeturina të cilat ne kemi gjetur herën e fundit janë akoma në këtë zonë.
thas me mbeturina, shikojmë edhe materiale ndërtimi, po ashtu edhe mbeturina të gjitha llojeve. Si që shikoni, kësaj parceli mungon ende muri kufizues, apo zona kufizuese. Shohim që edhe këtë radhë nuk është investuar as pak në kanalet kulluese. Si shikoni, pamjet flasin vetë. Këtu jemi në varrezat e hershme apo ekzistuese të Sharrës. Dhe po ta shikoni, të bëjmë një krahasim me varrezat që kemi përballë nesh, këtu kemi gjelbërim, kemi infrastrukturë, po ashtu kemi dhe drita. Gjithashtu, ju lutem hidhim mbeturinat në kosh. Kemi dhe kosha. Një ndër elementet kryesor për të ndërtuar një parcel varrezash, sigurisht që është zona kufizuese. Dhe po të shikoni, kjo parcel e varrezave ka këto hekrat kufizues. Dhe jo, siç është ajo parcel e re e varrezave që është hapur atje, që është lënë në mëshirë të fatit. Mirë Kali që nga ngordi tha po se lëra atas mizat. Bukur e the, kolege. Bukur, shumë bukur e the. Edhe me këtë shprehje kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Por ne do takojmë sërish nesër mbrëma në po të njëjtën orë, deri atëherë, natën e mirë. Natën.